skenë, kandidati për kryetar komune, profesor Ladrin Elmazi. Sekretari për çështje organizative të lëvizjes Besa, zotërin Zeid Recepi. Bartësi i listës për këshilltar në komunën e Strugës, i cili vjen nga Labunishti, është doktor, i njohur me sjellje dhe profesionin e tij, vjen në skenë doktor Samir Juskoski. Почитувани присутни, драги браќа и сестри, членови, симпатизери на Движењето Беса, сакам да ве поселам. Еселам алейкум. На почеток да ги поздравам председателите на нашите огранки од Струја и Лабуништа, господин Атаги Меđuljовски, господин Дујан Абдурамани. Многу голема чест ни представува што господинот Зеид Речепи е денес присутен со вас. Јас, Самир Јусковски, носител на листата за советници од Движењето Беса во Струга, сакам да кажам ја прифаќам одговорноста да бидам дел од промените кои треба да се случат во Струга. Сите тука присутни знаеме во која ситуација се наоѓаме и знаеме кој е одговорен за това. Јас заедно со вас барам да се спротивставиме на ова погрешно менаџирање на нашата општина во последниве 12 години. Живееме во подножието на планината Јабланица, позната како една од планините богати со вода, покрај Охридското езеро. А нито едно населено место во нашата општина нема среден, него среден проблемот со водата за пиење. Тоа оди во прилог на она што претходно го кажав, значи користење на власта во сопствени цели. Со годишен буџет од околу 15 милиони евра и 12 години такви буџети, не можам, а да не се запрашам каде оделе тие средства од нашиот народ. Барам од вас да застанеме заедно и да се запрашаме дали урбанистичките планови треба да се водат со цел да се искористат во лични интереси. Нема да ви дам толку говорот, затоа што не се сомневам дека господинот Ладрин Елмази по-добро од мене ќе ви ги представи нашите проблеми. Сакам да кажам дека буџетите во иднина ќе се носат заедно со мене и со господинот Ладрин Елмази како иден градоначалник. Значи ќе се носат заедно во консултација со сите жители на сите населени места и со цел сите граѓани да бидат задоволни. Многу ви благодарам, прѓајетере, те палимдери шуми. Ju falenderoj zotin Samir Juskoski. Kemi edhe një doktor tjetër, ai vjen nga Struga, energjetik, punëtor, familjar dhe prej mandat 15 tetor do t'i përfaqësoj denjësisht struganët në Këshillin e Komunës së Strugës. Pra vjen në skenë jashtë quajturi Doktor Mondi.
përshëndetje të gjithëve. Sonja dhe zotëri, mirë se kemi ardhur në këtë eveniment madhështor, edhe pse unë e di që ka qenë shumë vështirë. Përpara presioneve të cilat oponentët tanë i bëjnë teatrin e ri, ne jemi këtu më të fortë për të përcjellë mesazhin se do të jemi fitimtarë. Së pari, shpreh kënaqësi për prezencën e miqve tanë, të shëndimeve tanë, të cilët sakrifikuan, bën rrugë dhe erdhën këtu për të qenë prezent dhe për ta vënë në një paraspesh morale dhe shpirtërore, sepse ne jemi gjithë bashkë nga Trikova deri në Strugë. Ne kemi dalur përpara popullit për të marrë në supet tona përgjegjësinë morale për të ecur përpara të qytetit lëndësore. Ne kemi ecur në gjithë lokalitetet urbane dhe rurale të Strugës. Kanë dalë të tjerët. Ata nuk kanë ofruar asgjë përpos fjalëve boshe. Ata kanë premtuar punësive mbi punësive. Ata kanë premtuar mashtrime dhe vetëm mashtrime, ndërsa ne kemi dalur me projekte të cilat i kemi ndajur me ekipin tonë dhe bashkë ne si ekip me kryetarin e arshit të Komunës Strugës, zotërin Abdullemaz, zotohemi se do t'jemi realizues të atyre projekteve. Zotohemi se ne do t'japim frym të liris Strugës. Zotohemi se ne do t'i ecim përpara proceset, sepse Struga ka nevojë për një jetë të re. Ju falenderit dhe më datë 15, rrethojmë gjithë numri 14, por të qenë ne ato të cilët do të sjellin ndryshimin. Ju falenderit. Ju faleminderit, Dr. Monti. Fakti kemi struktura të motivuara, të organizuara dhe me ideale, bindje të forta dhe të qëllimit që ka lëvizja Besa. Sonte, kemi nderin takimi pranesh, sekretarin për çështje organizative të lëvizjes Besa, zotri Zejt Rexhepi, udhëroi në skenë të nderuar. Organizatorul pe këtë organizim mund të merë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë disa fenomene, dua përmendje vetëm 2. I pari është fenomeni BDI, se gjithë subjektet politike kudo në botë garojnë në komunat e tyre të kenë të zgjedhin cila është komuna më e suksesshme. Vetëm në fenomenin BDI ndodh që bëjnë gara cila komuna është më damshme për shqiptarët dhe këtu padyshim Ramiz Merko është kampion në nivel të Maqedonisë. Fenomeni Sela është rasti kur kryetari i kaluar i pushtetit komunës së Strugës zgjodhi që në vend të kryetar komune të shkojë për deputet dhe pavarësisht se shkoi atje ju bë pishman, u pendua dhe u kthye përsëri që të bëhet kandidat për kryetar komune. Unë e shtroj pyetjen vallë, nëse Zjadin Sela nuk është i vendosur të jetë kryetar komune apo të jetë deputet, si pret ai që qytetarët e Strugës do të vendosin për atë? Pikërisht, unë konsideroj që Struga ka njeriun i cili këtë proces mund të barte me dignitet lartë moral. Struga ka njeriun i cili këtë proces mund të barte me profesionalizëm të lartë dhe mund të dëshmoje vetëm Strugës për gjithë shqiptarëve kudo që janë, se komuna e Strugës mund të menaxhohet nga njerëz të ndershëm, nga njerëz familjar, nga njerëz modest, nga njerëz profesionist dhe padyshim ai është Lavdrim Elmazi. Pashtu përshëndes krahun e djathtë të atij, barçën e listës, Dr. Samirin, i cili do të jetë ndihma më e madhe në funksionimin më tutje. Të nderuar kryetar i lëvizjes Besa, të nderuar anëtar të kryesisë, të nderuar deputet, të nderuar kryetar të degëve Llavonisës dhe Strugës, Agimi dhe Riadi,
ju jeni ata të cilët e filluat ndryshimin në Strugë me lëvizjen Besa. Riadi është ai i cili e themeloi, e filloi, e nisi këtë nisëm dhe sot është bërë shembull jo vetëm për Strugën, por shumë vende më tutje, se si mundet një proces, një ideal me vlera të larta të fillojë nga asgjë dhe të arrihet deri te suksesi sot që të kemi një kandidat për kryetar komune, siç është i nderuari Lavdrim Elmazi. Zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, është një thënie e madhe se ne nuk mund të ndrojmë drejtimin e erës, por mund të rregullojmë velet e anijes që së paku të arrijnë në destinacionin e duhur. Nëse në këtë rast era është populli, nëse në këtë rast drejtimi i erës është vullneti i popullit, nëse në këtë rast anija është fati i popullit, nëse në këtë rast destinacioni është mirëqenia ati popullit që jetot, valët, velat e anijes është lëvizja Besa, e cila me kandidatët më të mirë, e cila me një program aq mirë të begatuar për gjitha segmentet në shoqëri, e cila me njerëz të cilët do të mund ta sjellin ndryshimin ashtu siç e meriton, jo vetëm Struga, por kudo që janë shqiptarët, do ta mundsojnë që anijen e quajtur populli shqiptar dhe anijen e quajtur Strugë ta destinojnë në kajen më të mirë për një mirëqenie të mirë, për një mirëqenie me të cilën do të kenë jetë të lumtur dhe ideale të larta edhe gjeneratat që vinë mbrapa. Pikërisht ky është ideali i lëvizjes Besa, derisa tjerët bëjnë gara që në këto zgjedhje, oponentë e lavdrimit, bëjnë gara që në këto zgjedhje, ata të ruajnë pushtetin e tyre, të ruajnë intereset e ngushta individuale dhe klanore. Ne do të jemi gardian të idealit tonë dhe ideali jonë është mirëqenia e popullit shqiptar, ideali jonë është interesi i individit, i familjes, i nënës, interesi i dashurisë njerëzore, interesi i mirëqenies, interesi i arsimit dhe kulturës me cilën do e shpije ndryshim vetëm lëvizja Besa, ngrihet me Lavdrim Elmazin. 15 vite oponent tanë që janë në pushtet posaçërisht Bashkimit Demokratik për Integrim ka shkatruar çdo vlerë dhe interes kombëtar. 15 vite na kanë sjell Sopotin monstrën, na kanë sjell lagjen e trimave, na kanë sjell burgje dhe vuajtje, na kanë sjell Harun Aliun, na kanë sjell shpërnguljen e shqiptarëve, na kanë sjell nënçmimin e shqiptarëve nga bashkëpushtettarët e tyre Maqedonas, na kanë sjell jetën mizore, na kanë sjell zbërjen e arsimit dhe kulturës shqiptare. Pas 15 viteve ata thonë se do si rikthejnë buzëqeshjen fëmijëve tanë. Unë e pyes ata, nëse ata premtojnë të rikthejnë buzëqeshjen dhe lumturinë fëmijëve tanë, vallë, pse u avodhën këto 15 vite? Pse i lanë fëmijët tanë dhe rriturit tanë pa buzëqeshje, pa lumturi, pa mirëqenie? Këtë çështje ata nuk mund ta ndryshojnë, të nderuar vëllezër dhe të nderuar motra. Ne jemi këtu. Keni një arsye pse nuk duhet ta votoni faktorin politik apo oponent të Lavdrim Elmazit. Keni po aq arsye pse duhet ta përkrani dhe votoni Lavdrim Elmazin. Arsyeja kryesore pse ju du të mendoni mirë mes kandidatit lëvizjes Besa, Lavdrim Elmazit dhe oponentëve tyre është gjendja jonë aktuale në aspektin financiar. Mjafton që ju të kontrolloni xhepat tuaj dhe ta kuptoni që çdo vit e i keni më të zbrazura xhepat. Mjafton që ju t'i shihni fëmijët tuaj në klasat e shkollave dhe ta kuptoni që numri i tyre është gjithnjë më i vogël shkaku i gjendjes ekonomike, ku shqiptarët janë detyruar të shpërngulen, të kërkojnë interesin e tyre familjar, gjithmonë në përbot, jashtë se në Strugë apo jashtë se në Trojë shqiptare. Arsyeja më e madhe që duhet ta përkrani Lavdrim Elmazin është sepse ne nuk luajmë me interesin e popullit shqiptar, është sepse për ne, para se t'jemi politikan, duam t'jemi njerëz
dhe të ndjejmë me dhimbjen dhe nevojën edhe çdo qytetari, jo vetëm shqiptarëve. Ndjejmë me nevojën për ndryshim kudo që jetojmë, ndjejmë me nevojën për një arsim më cilësor, ta kuptojmë dallimin se jo vetëm rrugë dhe infrastruktura të rregulluara, jo vetëm institucione arsimore dhe edukativo-shkencore, jo vetëm institucione kulturore dhe investime në komunën e Strugës dhe ku janë shqiptarë, por ta sjellim dashurinë, ta sjellim frymën e mirë, ta sjellim mesazhin se megjithatë besa është ardhmëria e popullit shqiptar dhe nuk ka zgjedhje tjetër jashtë asë lëvizjes besa. Pikërisht ky është synimi. Një fjalë tjetër thotë ka shumë rrugë për dështim, mirë po është vetëm një rrugë për të pasur sukses. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, nëse kërkoni rrugë për të dështuar komunën e Strugës, ato i gjeni të oponent të Lavdrim Elmazit. Nëse kërkoni rrugë e vetmja që është rrugë dhe çelësi i suksesit për komunën e Strugës, është pikërisht njeriu i cili do ta bartë mbi supet e veta këtë përgjegjësi, njeriu i cili me modestinë e tij dhe profesionalizmin e tij do të dëshmoj se do të jetë i barabartë por çdo banor të Strugës, pavarësisht ka qenë me përkatësi partijake të Besës apo ndonjë subjekti tjetër, pavarësisht përkatësia e tij nacionale apo fetare, sepse në momentin që Lavdrim Elmazi do e marrë postën e kryetarit Strugës, ai do jetë kryetari të gjithë qytetarëve dhe do ju bëjë krenar jo vetëm juve, por e gjithë neve kudo që jemi ande. Po shikoni brakja, po qituani sestri, selam aleikum, neka Allahu atë milost na qite vas, bisaka dhe se obrat e Milograđanite, za od koji što albanski od jazike različen od njivnjot, bisaka dhe im prenesam porakata deka naši od kandidat, vo fakt, vaši od kandidat, naši od primer od dviženja to Besa, vaš kandidat Lavdrim Elmazi i vaši od kandidat nositelj dr. Samir, se tog monije koji se nafatija voz celata ta odgovornost da go nosat sio teret politički, sio teret so očuvanje so bilo kakov predizvik za vremena predizbornata kampanja, tije predizvici za njih se toliko sitni, što ke se uverite i vije deka jednirata spađa, toliko vrzovije luge, koji ke bidat nositelji na promenite vo Struga i Struško, nositelji na promenite vo Lavujništa, Oktisi i site sela koji što često gi zaboravam, međutim, vo sekoja možnost tije ke bidat del od vas, del od vašето druženje, del od vašето zajedničko gostogovorništvo so vas da dođe do zajedničkih zaključoci, da gi podržavate njih i da vidite celostno s onih sve do krajot ne izborite i normalno ponatamo da vidite nivni bdjači, da vidite nivni kontrolori i da vidite gordi vije so njivite uspesi. Të nderuar motër, të nderuar vlezër, ju lus që këto 2 ditë atë sa kanë mbetur për fushat, sot dhe nesër, pasi që të shtunën kemi heshtje, ju lus që këto 2 ditë të angazhoni maksimalisht që figurën e Lavdrim Elmazit ta paraqitni në formën më të denjë, më të lartë, më dinjitoze, ta paraqitni në çdo familjar ku keni ju, duhet jeni krenar që të flitni me çdo njerin për Lavdrim Elmazin, i cili nuk ka asnjë një njohje negative mbi jetën e tij dhe karrierën e tij politike dhe profesionale. Përcjellni këtë mesazh kudo që shkoni dhe të jeni të bindur që ditën e diell nuk kërkoj që ju ta votoni vetëm Lavdrim Elmazin, po kërkoj që ju të jeni gjithë Lavdrim Elmaza dhe dr. Samira. Duke qenë ju Lavdrim Elmaza dhe dr. Samira, ju do e mbartni mbi supet tuaja bashkarisht ndryshimin e Strugës dhe rrethimin e numrit 14, mos e kuptoni vetëm si çështje rutine, kuptoni si çështje të faktit me qenë ose mos me qenë. Kuptoni si çështje aq të rëndësishme saqë ju e definoni ardhmërinë dhe fatin e fëmijëve tuaj dhe gjeneratave që vijnë mbrapa, sepse vetëm me përkrajën e kandidatëve tonë, njerëzve të cilët do ta
kryen këtë mender, këtë obligim, ju do të arrini të jeni shembulltyr dhe së paku do lutem për ju gjenerata që vinë mbrapa dhe do jenë krenar me ju dhe ne që bashkarisht kemi qenë në kohën kur Lavdrim Elmazi ka qenë dhe është kandidat të Lëvizjes Besa për komunën e Strugës. Zoti qoftë me ju dhe faleminderit. Falenderojmë zotin Gjizejt Rexhepi për fjalët e mëdha. Tani vjen edhe ajo të cilën ne kemi pritur deri më tash. Ato projekte të paraqitura aq në mediume, të krijuara për qëllime të caktuara, me moton për një jetë të re në Strugën tonë, ftoj kandidati për kryetar komune, profesor Lavdrim Elmazi, në duart të tij juve. Dashur bashkëqytetarët e mi. Mirëmbrëma të dashur mysafir, mirëmbrëma të respektuar dhe të nderuar pjesëmarrës. Që në fillim që pranova dhe isha i nderuar nga Lëvizja Besa për kandidaturën time për kreun e komunës së Strugës, i dhash një premtim kolegëve të mi. Që të bëjmë një ndarje mes të bërit politik dhe të menaxhurit. Të menaxhurit për zhvillimin dhe të mirat e qytetit tonë të bukur. I vendishëm që përballë kam të bëj me dy kandidatë. Dy kandidatë ish kryetar komunash. Njëri 8 vjet, kurse tjetri 4 vjet. E kishte 8 vjet kohën e tij në dispozicion për të treguar vizionin, punën, qëllimet e tij se si duhet të zhvillohet Struga. Por jo, pam vetëm diçka që e krijoi të gjithë administratën komunale dhe institucionet publike vetëm në shërbim të tij dhe një grupi të vogël të qytetarëve. Kjo ishte qeverisja e tij 8 vjeçare. Qeverisja tjetër 4 vjeçare është për të ardhur keq, sepse qytetarët ja besuan që të qeverisin me vetdije për ta ndryshuar atë që tjetri nuk e bëri për 8 vjet. Por jo, e la. Nuk shkoi 3 vjet dhe sot ne qeverisim nga dikush i cili nuk është i zgjedhur i popullit tonë. Nuk është i zgjedhur, nuk është vota juaj, nuk është dëshira juaj. Por larg kësaj, thash që ne të ballafaqohemi me projekte. Ne të ballafaqohemi me realitetin. Pikërisht, këto sot të ndaj unë me ju. Unë me ju do të ndaj atë duke u paraqitur se si ka qenë dhe si duhet të jetë. Ky është ndryshim shumë i madh. Para se të filloj kampanja, bilim edhe gjatë kohës së kampanjës, ne patëm një vizitë edhe jashtë shtetit. Sepse problemet e shqiptarëve në Maqedoni gati janë të njëjta, nga Struga deri në Likop. Pikërisht është diferenca e partisë Lëvizja Besa nga të tjera, sepse si grup, si kandidata të mundshëm potencial për të fituar komunën, kemi shkuar bashkarisht, sepse sot ne kemi probleme elementare. Të nderuar, ne sot ballafaqohemi me probleme elementare për të cilat unë do të ndaloj një pjesë të gjatë të kohës. Fatin, desha edhe këtë pjesë të prezentoj sepse ishim në Sloveni në një zyrë që mirret me investime kapitale të huaja. Ku është problemi? Gjithkohës argojemi nuk ka para, na blokojnë, na i marrin para, na i vjedhin para. Nuk ka para për të bërë këtë, nuk ka para për të bërë atë. Gjithmonë lëvizit me fjalët e njëjta.
asnjëri nuk kanë ndaluar të shikojnë se hajde se si do ta zgjidhim që të dalim nga kjo situatë. Gjatë takimit ton jashtë në Sloveni, ne kemi arritur të bëjmë marrëveshje me kompani serioze, të cilët janë të gatshëm të vinë dhe të investojnë në strugën tonë të bukur. Por ka një problem. Problemi është që atyre duhet të krijosh mundësi. Atyre duhet të krijosh atë që ne kemi në pikat kyçe tona të platformës tonë për të qeverisur. Do të krijohet një administratë e vogël e cila do të bëjë projektet, të gjitha projektet që kanë nevojë qyteti jonë. Dhe më pas të arrijë të thithë investime. Patëm edhe gjithashtu edhe një takim shumë të rëndësishëm me kryetarin e Mariborit, jo më kohë t'i teksoj këto, sepse dua t'i sqaroj, sepse ne si struk kemi problemi më të madh. Problemi i cili është bërë kancer i qytetit, ai problem që quhet deponi, dhe për të cilin njëri e filloi para 8 vjetëve, tjetri e vazhdoi dhe 4 vjetëve, dhe kemi vetëm shtëpi e rrethuar qoftë edhe me dyqane artizanale, me kafene, me restorante tradicionale të Strugës, që kur të vijë turisti ta orientojmë në një vend të duhur se ku ne do t'i paraqesim atij karakteristikat e qytetit tonë. Shikoni për një ndryqim, sepse unë nuk kam marrë paralelizmi, sepse kjo duket sikur është kështu, kjo është Korza e qytetit tonë, e njoftër me emrin Korza, qytetoria, kjo është vendi më tradicional i qytetit tonë, por është lënë pa ndryqim. Është lënë pa ndryqim që nëse kaloni në orët të pona, kur lokalet janë të mbyllura, aty është një terr i vërtet, është zemra e qytetit. Me një investim për jo më shumë se 30.000 euro, ja kthejmë shkëlqimin kësaj zone dhe jo vetëm zonës tjetër e cila është krijuar fillimisht me tendencë të keqe, por ne do të bëjmë balansimin e të dyjave për të arritur që qyteti jon të jetë i barabartë, çdo qytetar tek ne të jetë i barabartë dhe me të konkurrojnë në mënyrë të barabartë duke amundsuar të gjitha kushtet. Parkingu, problemi më i kakmoqëm i qytetit, do të zgjidhet që në ditët që në 100 e parë dhe planifikojmë gjithmonë me kompani private, public-private, publike private, e cila do të bëjë të gjitha infrastrukturën, është projekti i gatshëm, do të fillojë me një herë në 100 e parë, ku do të fillohet parkingu duke krijuar mënyrën e SMS pagesës dhe ajo që është karakteristike për të cilin e theksoj 25 punësimet e para të menjëhershme. Pra, 25 punësime, 25 familje në rriqenje të rritë. Poštovani sugrađani, ja sam dr. Samir Juskus, ja preziram Škola Državna policija u Slobodna opština Labuništa i okolните naselja pоради ostvareните ретени проекти на предходните власти се значајно назадени. Проблема са каменоломите, депониите, недостатък на вода за пиење, урбанистичкиот хаос. С многу други проблеми со мене и градоначалник Габриел Марти ќе станат минати. Me gjithë potencialin tim politik, dhe të ndihmojmë betejën tonë të përbashkët, që kjo zonë të bëjë një vend më mirë për jetë. Përveç kësaj, ne do të realizojmë projekte të rëndësishme zhvillimore. Kemi gati projektin për zhvillimin e turizmit malor, projektin për shkollën e Vargunishtës, si dhe projektin me kënd lojash për çdo vend, të cilat dukshëm të përmirësojnë standardin jetësor të banorëve koreanë, si lapurisht, koftisht, podgorcë dhe borëlet. Sepse ju, bashkë qytetarët e mi, e meritoni këto. Ne jetë të re. Mosa mirë, po vetëm kjo nuk është, për lapurishtën kemi edhe më shumë. Projekti mega për lapurishtin, problemi i parkingut në Lapunisht të tjetë pa një shkuar e harruar e kaluar. Ne kemi parashikuar edhe projektin në Lapunisht
i cili do të zgjidh 60 parkingjet për në Llabonisht dhe i cili do të ketë edhe një qëllim tjetër që do të jetë pazari i Llabonishtit. Nderuar qytetarë, unë jam Jeta Kollexhani Aja. E marrë pjesë në ato qytetarë në registrimos e Policia Pesa. Si një nënë, duke grua një kohësisht, e di shumë mirë rëndësinë e përballësit në familje të lumtur dhe një mes strehi të ngrohtë dhe të sigurt për familjen e lumtur. Një shumë nëna, të cilat janë lënë të vetme në luftën e tyre të përditshme për të siguruar një vend strehi. Në luftën tonë kundër varfërisë, kemi parashikuar projektin tonë 10 familje të lumtura për çdo vit. 10 familje në nevojë që të strehohen në banesat e reja të financuara plotësisht nga ushtria. Deri në fund të mandatit tim, më së paku 40 familje do të gëzohen projektin tonë në shtëpitë e reja të tyre. Sepse ju, bashkë me qytetarët e mi, e meritoni këtë. Për të gjitha nënat, për një jetë të re. Si të luftojmë varfërinë, pra 10 familje çdo vit, me një kosto për 250.000 euro në vit për 10 familje të lumtura në shtëpitë e tyre, kosto të cilat do jenë mbulura plotësisht nga buxheti i Strugës. Dhe për 4 vjet, 40 familje të lumtura. Ne kemi shumë projekte të cilat do t'i realizojmë dhe nuk po i flasim, ne nuk po flasim për qendrën Nacak, sepse ai projekt është më gati i realizuar dhe do të jetë projekt rajonal për të zgjidhur qendrën Nacak. Ne kemi shumë projekte edhe për familjet në varfëri, të cilat me një herë do të ekzekutojmë pa folur për atë pjesë, për atë shtresë, pa dashur të prekemi në atë pjesë. Prandaj, në 15 tetor, ju, bashkëqytetarët e mi, dhe të zgjidhni dhe të votoni për ardhmërinë e fëmijëve tanë, për ardhmërinë e libërve tuaj, për ardhmërinë e qytetit tonë. Duke votuar në 2014, në aprit të parë Ardezën e Motra, faleminderit për prezencën. Bashkët për një Strugë më të bukur, për një jetë të re në Strugë. Faleminderit e faleminderit nga zemra të gjithëve për prezencën tuaj. Të festoj për një jetë të re në qytetin tonë të Strugës dhe mos harroni të dielën votojnë numri 14 me 5. Ai, da pistica, Vai,